përshëndes nga edicioni informativ qendror. Këtu në Blu Televizion do të njemi me zhvillime duke nisur nga aktualiteti ku Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka vijuar dhe këtë të njëjtë aksionin për shembjen e objekteve të ndërtuara në kundërshtim me ligjin, si dhe atyre që zënë hapësirat publike në qytet. E sipas këtij inspektoriati, këtë ndërhyrje janë pjesë e një plani të gjerë për rivendosjen e rendit urban dhe përmirësimin e kushteve për qytetarët. Lirimi i hapësirave publike, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit ka vijuar gjersat e njëjtë me aksionin për prishje e gjitha ndërtimeve të cilat ishin bërë pengesë dhe të ndërtuara në kundërshtim me ligjin. Aksioni është përqendruar kryesisht gjatë ditës së sotme në qendër të qytetit të Vlorës dhe në lagjen 28 nëntori, ndërkohë që burime nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit bëjnë me dije për Blu Televizion se ky aksion pritet të përqendrohet më pas edhe në pjesë të tjera të qytetit të Vlorës, aty ku janë identifikuar ndërtimet të cilat janë pengesë për hapësirat publike apo janë ndërtuar në kundërshtim me ligjin. Gjatë ndërhyrjeve të zhvilluara në qytetin e Vlorës, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit është ndalur në disa pika të ndryshme, ku ka ndërmarrë veprime për prishjen e strukturave pa leje. Konkretisht, është shembur një streh metalike ndërtuar pranë një pallati banimi, e cila konsiderohej e palishme dhe pengonte shfrytëzimin normal të hapësirës publike. Po ashtu ndërhyrje janë kryer edhe në disa objekte të tjera në lagjen 28 nëntori, ku inspektorët kanë evidentuar ndërtime pa dokumentacionin e nevojshëm ligjor. Sipas autoriteteve, aksioni do të vijojë edhe në ditët në vijim në të gjitha zonat e qytetit të Vlorës me qëllim lirimin e hapësirave publike dhe zbatimin e ligjit ndaj çdo ndërtimi pa leje. Përfaqësues të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit bëjnë me dije se këto ndërhyrje janë pjesë e një plani të gjerë për rivendosjen e rendit urban dhe përmirësimin e kushteve për qytetarët. Ata theksojnë se çdo objekt i konstatuar në shkelje të legjislacionit në fuqi do t'i nënshtrohet procedurave përkatëse ligjore. Fusha e mbetjeve në Vlorë është përfshirë nga flakët në mbrëmjen e së mërkurës. Tymi i dendur është përhapur në zonë, duke krijuar shqetësim për banorët përreth dhe duke ndotur ajrin. Edhe pse prej më shumë se një viti, mbetjet urbane të Vlorës depozitohen në landfillin e Sherishtës, fusha e vjetër vijon të mbetet problematike. Është përfshirë nga flakët në mbrëmjen e të mërkurës, ishte fusha e grumbullimit të mbeturinave në Vlorë, duke kthyer edhe një herë makthin në qytet. Për banorët e zonës, kjo është një situatë e përsëritur, e cila ka vite që ndodh, por duhet të ishte zgjidhur kohë më parë. As vendosja në funksion e landfillit të Sherishtës nuk e ka zgjidhur problemin, pasi banorët thonë se mbeturinat që gjenden prej vitesh aty janë kthyer në një gangren të vërtet. Sipas vetë banorëve, kjo fushë tashmë duhet të ishte kapsuluar, por megjithse u tha se do të realizohej kapsulimi brenda pak kohësh, në terren asgjë nuk është bërë. Drita s'kemi. Edhe ujë që e kam pru ujë në erit tashin e s'kemi ujë. Jemi pa ujë. Ja, kjo është. Edhe rruga po është shumë. Për këtë po them, janë veturinat aty më ata në shinave të Në fakt ne jemi të rinj, po që kjo ka kohë që kemi ardhur këtu. Kemi një 7-8. Zjarri mbyll dyert e rri brenda se është shumë keq. Shua rrugën. Kanë ardhur për ujin e prun ujin e kanë vendosur tupën, shua si rrjet uji. Të ne asnjëri s'vjen. Sa vite 25 vjet, 30 vjet. Që ka shu. Pile ka qenë edhe kjo këtu. Edhe kjo këtu ka qenë me mbetje. Po ishte djeku një grop, nuk e di se ku ishte ajo grop atje, vendosur sa goma, e kishim bën flakën. E heli kryetari bashkit, bëzë e shumë probleme shtyme, mushkonja e të gjitha. Shumë. Ja, unë jam me mushkrim e të gjitha janë. Nga ajo. Po këtu nuk po hidhet më, nuk po hidhet më. Është bërë kapsulimi po që do vinë që brenda aktiviti thonë, edhe me gjithë të shtëpi do t'i prishin edhe mbeturinat do bëjnë park, nuk e di çfarë do bëjnë. Mbi i dërvor lart me fjalë afër ndërhyrjes. Ku shikojmë jo neve, ne i hedhëm aty te koshi, edhe se duhet kishte marrë një zgjidhje tani me hapjen edhe landfillit. Neve kishim problem kur digjeshin ato, se na vinte era tymi, po frika është dhe për një mbeturin aty te koshi që e hedhën shesh, jo të bëhet gjithaj farabjenti i ndotur, po që do bëjmë? Ata jemi ne, se ne më shumë e bëjmë rëmujnë vetë se sa... Ka shko ky problem, duhet kishte marrë një zgjidhje tani? Po besoj, duhet këtë marrë, po kanë punë të tjera ata, s'kanë... Prej kohësh në lagjen 24 maj nuk depozitohen më mbetje nga mjetet e pastrimit të Bashkisë së Vlorës, por aty ka individ të cilët vazhdojnë të hedhin mbetjet urbane. Megjithse landfilli i Sherishtës po funksionon prej një viti, kapsulimi i fushës së mbetjeve në lagjen 24 maj ende nuk ka filluar. Vlen të theksohet se kapsulimi duhet të niste njëkohësisht me funksionimin e landfillit të Sherishtës.
Në kuadër të një turi studimor mbi Holokaustin dhe historinë e hebrejve në Ballkan, një grup studentësh dhe studiuesi SHTUaj vizituan qytetin e Vlorës. Pjesë e grupit Ana Cohen, qytetare nderi e Vlorës, si dhe të rinj nga vende të ndryshme të botës. Në kuadër të një turi studimor mbi Holokaustin dhe historinë e hebrejve në Ballkan, një grup studentësh dhe studiuesish nga programet universitare të studimeve mbi Holokaustin dhe genocidin vizituan qytetin e Vlorës. Pjesë e grupit ishin të rinj nga vende të ndryshme të botës, përfshirë Argjentinën, Venezuelën, Gjermaninë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera të Europës. Vizita në Vlorë nisi në zonën historike të qytetit. Gjatë saj grupi u njoh me historinë e komunitetit hebre në Vlorë dhe me kontributin që shqiptarët dhanë në mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Pjesë e grupit, qytetarja e nderit të Vlorës, Ana Cohen, shpjegoi se vizita ka karakter edukativ dhe synon njohjen me historinë e Holokaustit, si dhe me rolin që luajti Shqipëria në mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Të dashur vlonjat bashkëdhetar, neve sot jemi mbledhur këtu me një grup hebrej student për masters, duke mësuar masters për Holokaustin dhe gjenocidin. Këta student që të bëjnë thesis duhet që të mësojnë dhe të bëjnë dhe një udhëtim në vendet ballkanike. Kur ta bëjnë këtë udhëtimin, do mësojnë nga gjitha vendet se si ishte Holokausti dhe kanë gjitha ato pyetje për të bërë. Por vendi i parë që erdhëm ishte Shqipëria. Edhe unë i takova grupin këtu dhe kemi kaluar shumë bukur. Pas Tiranës, sot vajtëm në Beratën në Vlorë, në Berat pana të vendit ku ishin hebrejt dhe vajtëm te Muzeumi Solomoni. Kurse tani erdhëm në Vlorë që të vemi të rruga e Ana Cohen, në qoftë se i njihni, qytetare nderi e Vlorës, që vdes për vlonjatët dhe Shqipërinë. Një nga pjesëmarrësit e grupit, Betes Zaret, tha se kjo është vizita e saj e parë në Shqipëri. Jam këtu me një grup studentësh të nivelit master për të mësuar më shumë rreth Holokaustit dhe jetës së hebrejve. Shqipëria ka një histori të shkëlqyer në këtë aspekt. U shpreh ajo. Ndërkohë, përgjegjësi i grupit Shej Pilnik vlerësoi mikpritjen shqiptare dhe rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike për brezat e rinj. Moti është i mrekullueshëm dhe njerëzit janë shumë miqësorë, që tani po mendoj se kur do të rikthehem sërish. Jemi këtu për të kujtuar dhe nderuar mikpritjen që shqiptarët u treguan hebrejve gjatë periudhës më të errët të historisë së tyre. Gjatë vizitës, Ana Cohen prezantoi para grupit dhe një antar të familjes Lazaj nga Trevllazri, familje e cila strehoi dhe shpëtoi hebrejnë gjatë pushtimit nazist. Historia e tyre u soll si një shembull i gjallë i traditës shqiptare të besës dhe solidaritetit njerëzor, që bëri të mundur shpëtimin e shumë familjeve hebreje gjatë luftës së dytë botërore. Rokua është shpëtimtari i familjes time, babai i tij, Roko Lazaj, nga Trevllazri. Edhe ky me këtë vap sot erdhi se ishte kaq i gëzuar që të shofi të gjithë grupin. Edhe të gjithë u takuan, i bën pyetje, është shumë bukur. Historia e familjes së Ana Cohen lidhet gjithashtu me mbrojtjen që shqiptarët u dhanë hebrejve gjatë asaj periudhe tragjike. Vizita në Vlorë u konsiderua një moment i rëndësishëm për forcimin e lidhjeve historike dhe kulturore mes shqiptarëve dhe hebrejve, si dhe për promovimin e vlerave të tolerancës, bashkëjetesës dhe kujtesës historike. Pritja për një viti për të plotësuar kërkesat e tyre, taksistët e Sarandës në një protestë para bashkisë së qytetit bregdetar, reduktimi i parkimeve, konkurrenca e pandeshme dhe vonesa e funksionimit të terminalit të qafë gjashtës, shqetësimi në kërkesat e taksistëve për bashkinë Sarandë. Pritja prej një viti për të plotësuar kërkesat e taksistëve i ka çuar ata sërish në dyert e bashkisë së Sarandës. Licencat që shtohen e lëshohen, e parkimet që paksohen, rrëmbimi i punës nga taksist pirat nga bashkitë të tjera, si dhe terminali publik i qafgjashtës që vonohet të hyjë në punë prej një viti, ishin ndër kërkesat kryesore që prezantuan taksistët sarandiot të mbledhur para hollit të bashkisë së Sarandës. Ne sot jemi mbledhur një tubim paqësor, pasi problemet tona janë shumë të mëdha dhe nuk po gjejnë zgjidhje. Problemet tona janë këto. Edhe një licenca pa kriter, që na shton para 3-4 muajsh që nuk do jap licenca, do jap 5 ose 6. Dhe ne e pranuam këtë kush. Tani kemi dëgjuar që ja dhënë 30-40 licenca.
gjë që ne na ka penalizuar, ne jemi drejt falimentimit si biznes. Pikë e dytë, të gjithë makinat në qytetin e Saranës me furgona, me taksi, me autobuza, konkurrojnë në mënyrë palishme taksi. Asnjë dokumentacion. Nuk funksionon asgjë. Policia bashkiake nuk merr asnjë mas. Problemi tjetër, terminali. Terminali u bë, edhe shqyqë që u bë, sepse është një nga terminalet më të mira në Shqipëri. Pse nuk funksionon? Na thanë do vjet mars, iku marsi, prilli, maj, qershori, akoma. Kush lobon që mos të bëhet terminali? Janë shkuar dhe parkimet, janë ato parkime që kanë qenë, si 100 taksi, si 30 taksi, parkimet e njëjta janë për 20 taksi. Problemi tjetër, taksit e rrethve. Këtu na kanë ardhur mbi 50-60 cop nga taksit e Tiranës. Janë të parkuara, kanë marrë shtëpira me qira dhe vinë konkurrojnë në qytetin e Saranës. Nuk funksionon asgjë. Absolutisht asgjë. Na i marrin gjithë punën. Edhe hotelet gjithë kanë makinat e tyre. Nuk e di pse s'funksionon kjo punë. Është pjesa e parkimeve që në një moment që jipen taksi pa limit dhe pa kufi, taksit dhe nuk kanë ku të parkojnë. Dhe e fundit nuk e kuptoj ku i çojnë këta njerëz, sepse marrin kredina 30.000 euro që marrin një taksi elektrike, siç është edhe ligji, dhe shpresojnë që këto 30.000 euro t'i nxjerrin kurrë. Dhe shkaktojnë këto problematika, siç e keni dëgjuar dhe herët e tjera, që nuk ka punë, u rran, siç jepet për televizora. Nuk kanë munguar as tensione dhe përplasjet e taksistëve protestues para dyerve të Bashkisë së Sarandës, ndërkohë që ata kërkuan të dëgjohen nga kryebashkiaku Oltion Çaçi, ndërsa janë penguar nga forcat të sigurisë dhe policia bashkiake, duke tensionuar situatën. Po të tash, kjo vjen taksit e rrethve. Taksit e rrethve, pse do punoj Sarandë? Mos punoj dot në Tiranë. Pa ikën Tiranë të krejnë ajër bashkia Tiranë. Policia bashkiake në Tiranë të krejnë ajër. Nuk ka dalë asnjëherë as institucion në teren të shikoj se si kryet veprimtaria e taksisë. Janë makinat elektrike këto të reja që kanë marrë, vinë gjithë ditën vërdallë në qytet dhe bëjnë xhirokot, duke i shkaktuar dëm dhe qytetit me trafikun dhe policisë qarkullimit. Kjo ka ndodhur. Do vend tabela qytetit taksit. Po ti japi nga 10 copë në familje. Ti japi dhe kulishave të vegjël, po ti gjej vend ku ti futi. Ne ti japi olla, ti japi. Ti japi sa të dojë olla, 1 milion olla, po ti japi të sjellë Tiranë. Ti ku ta gjej vetë olla, ta gjej vetë. Ta gjej, nuk ka problem olla, le të japi. Nuk është marrë asnjë mas. Fugonat e agjencive janë duke punuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Taksitë e Maglarës, me gjithë fugona, ka 4 taksi. Njëkohësisht nga ana e Finikit 4 taksi tip fugon janë parkuar në Saranë. Kërkojmë një arsye në lidhje me moshapjen e terminalit nga ana e juaj. Taksit pirate të cilat janë të pajisura me licentë, të papajisura me licentë përkatëse që punojnë në të zezë dhe targat e bardha. Kërkojmë nga ana juaj dhe institucioni bashkisë të merren masa urgjent sepse jemi drejt falimentimit. Taksistët në mjediset jashtë bashkisë kanë bërë publike një kërkesë ankesë zyrtare me ankesa dhe shqetësimet e tyre, ndërkohë që sezoni turistik ka nisur. Në kërkesat e tyre edhe një mundësi që një përfaqësi e shoqatës së taksistëve të takohen me kryetarin e bashkisë Oltion Çaçi. Pas monitorimit dhe inspektimeve në teren nga grupet e agjencisë kombëtare të Bregdetit, është bërë i mundur lirimi i një hapësire plazhi publik në Bregdetin e Jalës. Hapësira të lira për qytetarët në plazhin e Jalës. Gjatë monitorimit dhe inspektimit në teren nga grupet e agjencisë kombëtare të Bregdetit u konstatua se hapësirat e lira të plazhit publik ishin ruajtur dhe të aksesueshme për pushuesit, pa cënuar të drejtën e përdorimit të tyre. Nga verifikimet u evidentua vetëm një rast mos përputhje nga një subjekt i cili bashkëpunoi me grupin e inspektimit për lirimin e menjëhershëm të hapësirës së përbashkët publike duke rikthyer kushtet e parashikuara nga rregulloria e plazheve. Ndërkohë mësohet se Agjencia Kombëtare e Bregdetit do të vijojë monitorimin e vizë bregdetare me qëllim garantimin e aksesit të lirë dhe respektimin e
e legjislacionit në fuqi. Grupi qendror i inspektimit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit në bashkëpunim me drejtoritë rajonale, ekipet e bashkive dhe policinë e shtetit kanë nisur prej disa ditësh kontrolle dhe marrje masash për zbatimin e rregullore së plazheve, respektimin e parcelave publike në vijim bregdetare dhe kushteve të tjera, me qëllim garantimin e plazheve të lira për qytetarët. Agjencia Kombëtare e Bregdetit rikujton se hapësirat publike bregdetare janë në shërbim të qytetarëve dhe çdo zënje pa autorizimin përkatës do të ndiqet me masat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Njeri ka dhënë fund jetës në mënyrë tragjike duke u vetëhedhur nga kati i 6 i ndërtesës ku jetonte. Ngjarja ka ndodhur në mbrëmjen e së mërkurës në zonën e ujit të ftohtë. E reja nën e 2 fëmijëve nuk ka mundur të mbijetoj plagëve të marra pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve. Njeri ka dhënë fund jetës në mënyrë tragjike duke u vetëhedhur nga kati 6 i ndërtesës ku jetonte. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 23:30 të mbrëmjes së mërkurë në zonën e ujit të ftohtë pranë lungëmarrës në Vlorë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në qytetin e Vlorës, ku një 27 vjeçare është hedhur nga kati i 6 i ndërtesës ku ajo jetonte. Më pas 27 vjeçaria ka humbur dhe jetën në Spitalin Rajonal të Vlorës. Me njëherë pas ngjarjes në vendodhje kanë mbritur shërbimet e urgjencës, të cilat e kanë transportuar të rend drejt Spitalit Rajonal të Vlorës. Pavarësisht ndihmës mjekësore të marrë nga bluzat e bardha, 27 vjeçaria nuk ka arritur të mbijetojë plagëve të marra. Ajo ka humbur jetën në spital. E reja që u vetëhodh nga pallati u identifikua me inicialet AB. Ajo ishte nënë e 2 fëmijëve të mitur. Dyshohet se ka kryer akte në gjendje shumë të rënduar psikologjike. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Në këtë fazë nuk ka ende informacion zyrtar mbi shkaqet që çuan në këtë incident tragjik. Gjykata e Vlorës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për shtetasin e arrestuar 2 ditë më parë në kuadër të operacionit policor grupi. E po ashtu e njëjta masë sigurie është vendosur edhe për shtetasin e përfshirë në ngjarjen e plagosjes së ndodhur të dielën në Vlorë pranë rreth rrotullimit të lagjes 24 maj. Gjykata shkallës së parë Vlorë ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për shtetasit e arrestuar 2 ditë më parë në kuadër të operacionit policor grupi. Po ashtu e njëjta masë sigurie është vendosur edhe për shtetasin e përfshirë në ngjarjen e plagosjes së ndodhur të dielën në Vlorë pranë rreth rrotullimit të lagjes 24 maj. Seanca gjyqësore është zhvilluar këtë të enjte, ndërsa nuk kanë munguar dhe forcat e shumta të policisë, ndërsa është drejtuar nga gjyqtarja Renata Kocaqi, e cila pranoi kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës sigurisë arrest në burg. Në këtë mënyrë gjykata la në fuqi kërkesën në organit të akuzës duke vlerësuar se kushtet ligjore për këtë masë sigurie janë të plotësuara. Shtetasit e dalë sot në masë sigurie u arrestuan ditën e martë nga policia e Vlorës në një operacion policor të koduar grupi. Në njoftimin e saj zyrtar, policia e Vlorës bëri me dije se është goditur një grup me rrezikshmëri të lartë shoqërore, si dhe me aktivitet në fushën e krimeve kundër personit dhe në fushën e narkotikëve. Ndërkohë në njoftimin zyrtar të policisë së Vlorës bëhet me dije se është kapur dhe autori i plagosjes me armë zjarri të ndodhur ditën e diel pasdite në rreth rrotullimin e lagjes 24 maj në qytetin e Vlorës. Nga njoftimi zyrtar i policisë së Vlorës bëhet me dije se u arrestuan 6 shtetas, nga të cilët 2 në kërkim kombëtar dhe 1 në kërkim ndërkombëtar, ndërsa gjatë këtij aksioni u sekuestruan dhe 4 armë zjarri, pistolet, municion luftarak, 3 automjete, 1 prej tyre i blinduar, celular dhe një shumë parash. Materialet për të gjitha këto ngjarje e kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Vlorë, ndërkohë që të njëjtën paradite është zhvilluar dhe masa e sigurisë në gjykatën e shkallës së parë të qytetit të Vlorës, aty ku kjo e fundit ka dhënë dhe masën e sigurisë arrest në burg, duke lënë në fuqi kërkesën e prokurorisë për të 6 shtetasit e arrestuar ditën e martë nga policia e Vlorës. Dorëzohet në komisariatin e policisë ish oficeri krimeve për zonën e Ksamilit Irakli Koçiaj, i cili ishte në kërkim prej 25 majt pas urdhër arrestit të prokurorisë Sarandë për shpërdorimin e detyrës. Koçiaj dyshohet për favorizim të ndërtimeve pa leje në Ksamil. Dorëzohet në komisariatin e policisë së Sarandës oficeri i policisë Irakli Koçiaj. Oficeri krimeve për zonën e Ksamilit ishte në kërkim prej 25 majt pas urdhër arrestit të prokurorisë së Sarandës për shpërdorim detyre. Koçiaj dyshohet për favorizim të ndërtimeve pa leje në Ksamil. Deri më tani janë arrestuar 8 ish efektiv të policisë së Sarandës me këtë akuzë.
Dy prej tyre përfshirë edhe shefin e komisariatit ndodhe në burg me afat 30 ditor, ndërsa pritet që për pak ditu vlerësohet edhe masa e sigurimit. 5 të tjerë ndodhen në arreshtshëpje. 4 punonjësit e inspektoriatit të mbrojtjes së territorit të Sarandës ende janë në kërkim. Më 25 maj Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në Sarandë zhvilloi një aksion blitz. Aksion ky që çoi edhe në shkrirjen e strukturës së komisariatit të policisë së Sarandës. Drejtuesi i këtij komisariati, si dhe vartësit e tij u arrestuan pasi në zonën e Sarandës dhe Ksamilit u evidentuan ndërtime pa leje. Kjo bëri që krahas arrestimeve të personave që po ndërtonin në Bregdet, të vjeshin në pranga edhe ata që shpërdoruan detyrën. Më pas aksionin ndërtimeve pa leje, preku edhe inspektoriatin e mbrojtjes së territorit të Sarandës me 4 punonjës të tij që u shpallën fajtor dhe e vijojnë ende tjenë arati. Prej 25 majit, Komisariati i Sarandës vijon të jetë me gjithë strukturën drejtuese të komanduar, si dhe aksionet apo hetimet nisin me planifikim nga Vlora. Do të vjojmë me të tjera në zhvillime krejt ndryshe duke u përqendruar tek ato sociale. Këshilli i Ministrave ka miratuar planin kombëtar të veprimit për personat me aftësi të kufizuara 2026-2030. Dokumenti parashikon ndërhyrje në fushat e arsimit gjithëpërfshirës, punësimit, formimit profesional, mbrojtjes sociale, shëndetësisë, rehabilitimit, drejtësisë dhe pjesëmarrjes në jetën politike, kulturore dhe publike. Këshilli i Ministrave miratoi planin kombëtar të veprimit për personat me aftësi të kufizuar 2026-2030, dokumentin strategjik që do të udhëheqë politikat publike për garantimin e të drejtave, përfshirjen sociale si dhe jetesës së pavarur të personave me aftësi të kufizuara gjatë 5 viteve të ardhshme. Plani synon që personat me aftësi të kufizuar të ushtrojnë plotësisht të drejtat e tyre, të jetojnë të pavarur dhe të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në jetën shoqërore, ekonomike dhe publike të vendit. Dokumenti parashikon ndërhyrje konkrete në fushat e aksesueshmërisë, arsimit, gjithëpërfshirës, punësimit dhe formimit profesional, mbrojtjes sociale, shëndetësisë dhe rehabilitimit, drejtësisë si dhe pjesëmarrjes në jetën politike, kulturore dhe publike. Në total, plani përfshin 28 objektiva specifik, 68 masa prioritare, si dhe 283 ndërhyrje konkrete të buxhetuara për periudhën 2026-2030 me një kosto të përgjithshme prej 7.6 miliard lekësh. Një nga drejtimet kryesore të planit është kalimi nga një model mbështetje i fokusuar kryesisht tek përfitimet financiare drejt një modeli të përfshirjes së plot sociale, ekonomike dhe institucionale. Ndër risit kryesore të planit janë zgjerimi i shërbimeve komunitare, si dhe mbështetja e jetesës së pavarur, hartimi planeve të individualizuara të tranzicionit për përfituesit e qendrave të zhvillimit, identifikimi si dhe hartimi kombëtar i personave në rrezik, institucionalizimi, forcimi i financimit të shërbimeve sociale, përmirësimi i aksesit në pajisje ndihmëse dhe teknologji mbështetëse, si dhe ngritja e sistemeve më të avancuara të mbledhjes së të dhënave dhe monitorimit. Qyteti Gurti i Gjirokastrës mbetet një prej destinacioneve më të kërkuara duke u bërë pjesë e listës së turizmit gjithvjetor në Shqipëri. Pushuesit vendas dhe të huaj zgjedhin të zbulojnë historinë, trashëgiminë kulturore dhe historinë e Gjirokastrës që ofron plot atraksione për grup mosha të ndryshme. Qyteti Gurti i Gjirokastrës mbetet një prej destinacioneve më të kërkuara duke u bërë pjesë e listës së turizmit gjithvjetor në Shqipëri. Pushuesit vendas, por edhe ata të huaj zgjedhin të zbulojnë historinë, trashëgiminë kulturore në Gjirokastër, e cila ofron plot atraksione për grup mosha të ndryshme. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale foto nga Gjirokastra duke e cilësuar një ditë të zakonshme, ku qindra turistë shijojnë këtë qytet, nga pazari karakteristik tek muzet dhe gastronomia e veçantë që ofrojnë restorantet dhe baret. Me vlera të shumta historike, arkitekturore dhe kulturore, qyteti është ndër të parët në vend që është përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Simboli më i njohur i qytetit është Kalaja e Gjirokastrës, e vendosur mbi një kodër që shkëputet lehtë nga mali i gjerë. Muzeu i luftës së ftohtë, Muzeu i armëve etnografik dhe Muzeu Kadare shërbejnë si qendra për tërheqjen e vizitorëve, por edhe për njohjen e turistëve me vlerat e historisë, traditës dhe figurat e shquara gjirokastrite në vite. Ajo ngrihet në një pozicion strategjik vrojtimi, rreth 370 metra mbi nivelin e detit, duke ofruar një panoramë të gjerë mbi qytetin dhe zonat përreth. Flamurtarit i është blokuar merkatoja dhe nuk mund të kryej afrime apo regjistrime të lojtarëve të rinj. Vendimi është marrë nga FIFA, institucioni më i lartë i futbollit botror, e cila prej ditës së mërkur ka vendosur të mbyllë merkaton klubit vlonjat.
Flamurtarit ishte bllokuar merkatoja dhe nuk mund të kryej afrime apo regjistrime të lojtarëve të rinj. Vendimi ish marrë nga institucioni më i lartë i futbollit botror FIFA, e cila që prej ditës së mërkur ka vendosur të mbyllë merkaton veror e klubit Vlonjat. Mësohet se Flamurtari ishin nga 3 ekipet e kategorisë së parë në futbollin shqiptar që janë të penalizuar nga FIFA me bllokim të merkatos. Sipas informacioneve të siguruara, shkak për këtë vendim është bërë mosshlyerja e detyrimeve financiare ndaj një ish lojtari të ekipit Vlonjat, i cili ka qenë pjesë e skuadrës në sezonet e kaluara. Megjithatë, identiteti i futbollistit i cili ka qenë pjesë e ekipit të Flamurtarit nuk është bërë ende publik. Burime bëjnë me dije se lojtari e ka çuar çështjen në organet kompetente të futbollit duke fituar edhe të drejtën e tij. Sipas saj, FIFA ka vendosur të penalizoj Flamurtarin me bllokimin e merkatos deri në shlyerjen e detyrimeve përkatëse ndaj lojtarit në fjalë. Ky vendim përbën një goditje të rëndë për klubin Vlonjat në prag të sezonit të ri, teksa merkato verore ka nisur dhe skuadra po përgatitet të garojë në kategorinë e parë për sezonin e ardhshëm. Mbetet për të parë se si do të veprojë Flamurtari në vijim, pasi për momentin afrimet e reja janë të bllokuara nga merkato, e cila është e penalizuar nga vendimi i FIFA-s. Ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.